Nuk pritoj edhe me kof nevoja dhe gjak me derdh, por ata e vlen. Na kërkojmë drejtësi edhe që të lirohen sa më parë e vinë në rrethin tonë. Për me kënë pas drejtësi, ata nuk është dashur me shku atje hiç. Krejta janë bashkëpunëtorë të Serbisë. Na kemi orë për Prishtinë. Kemi orë 5 veta. Na jem kundër pa drejtësisë. Që bu pa drejtësi, jo kundër gjykatës, për kundër pa drejtësisë. Këta kanë bërë me dekrete të Serbisë, të Rusisë, na kanë marrë pari në Hagë atje, edhe na kanë njëllos krejt, o që kënë, po më në fund edhe krejt shqiptarin. A ka bo ballë politika në Kosovë dhe në Shqipni saj për këtë... Vëlloja, ty bejo, do është ma shumë me bo. O do është pak ma shumë, ja kemë bësh ma shumë, po nashta s'ke shumë mujtë veç, o do është më përpiqë. Edhe tash, të me thonë pak si për qomë me zvete se, po, dikush po, vëllaj, nuk pritoj edhe me kof nevoja dhe gjak me derdh, por ata e vlen. E vlen, por ata njerës që janë atje, që na kanë prije, na kanë shlirue, na kanë pronë këtë ditë, edhe neve në këtë njërë pak ajo gjykata na ka të rëthue. Po thirrët e Kosovës e një simbol nuk është atje i Kosovës. Heq, sen, e falë Zotit edhe na shta përëndimi, nëse na jena konë të lirë, na ka nimu edhe NATO, dhe me NATO nuk bashkëpunon me kriminella. Po dihet këtu, Serbia me dekret Serbisë edhe qaj gjykatë është politike krejt e hunët. Prej zhurit prej Zrenit, valla kemi ardhur me shoqëri me veteran të luftës, kështu që kënaqësi e madhe ishte rruga. Po do të jetë kënaqësi edhe këtu në Tiranë, ku shihet që grumbullimi i njerëzve është nivel. Besoj që do të bëjmë një çfarë ndihmëse për drejtsinë e kombit. Çka po mendon për gjykimin? Absolutisht nuk ka pas drejtësi, zotëri, drejtësia dihet se ku është çështje politike, kështu që drejtësi, vetëm drejtësi nuk ka. Besojmë që së shpejti gjithë ata komandantë do të kthehen vendindjet pas tërësi loti. Lufta ushtrisë shqiptare ishte pas tërësi loti. Kurse problemet politike disa vende evropiane do të dobësohen po thoj se vetë ata pretendime, kështu që ushtria shqiptare jetë e mëtë do të jetë në zemrat tona e pastërt si loti. Menon që ka bo mjaftueshëm politika në Kosovë dhe në Shqipëri? Politika nuk me përzim këtë çështje nuk që ka politikën, politika zakonisht këshyrin interesat e veta. Disa politikanë pa ndërgjeshëm këshyrin për një vot me up, që thënë liri e shtrenjtë që u pagu me gjak dëshmorëve gjithë djemve më të mirë të kombit. Kështu që politika të jetë ndërgjegjen e tyre, për kraja është në zemër të popullit. Kjo është e vërteta, kështu që prej komunës Krinës. Sot kemi ardhur me shoqatën ndarë nga lufta. Qa po mendoni për gjykimin e shkrerëve aty që ka sjellë Hagë atje? Ajo është pa drejtësi të bëhen në prorëve tona atë që bëhen. Pa drejtësi. Edhe gjykata është i punuar në mënyrën pa drejtësi. Na kërkojmë drejtësi edhe që të lirohen sa më parë e vinë në rrethin tonë. A mendon që ka bo ndoshta mjaftueshëm politika në Kosovë dhe në Shqipni me i mbrojt ata? Në Shqipni ka bo ma shumë se sa në Kosovë që është të bonën. Ata përkundrazi po këshyrin edhe me një losën. E të punu asë një sen se të punu për ta. Kështu që na kemi dalë të protestojmë në mënyrë qetë, që të lirohen edhe vinë në shtetin tonë. Sot vim nga Drenica, prej Drenosi. Me kanë keni orë sot? Valloj, me autobusa kena orë. Na e vlerësojnë që ata janë të pafajshëm dhe e dim janë orën për kraje tyne, mirë, po drejtësia nuk funksionon as këtu as atje. Drejtësia dim që s'ka, na jem për kraje tyne, për me kënë pas drejtësia, ata nuk është dashur me shku atje hiç.
po kanë shku padrejtësisht po mbohen, padrejtësisht dënuan, drejtësi nuk ka, as këtu, as atje. A mendon që ka po politika në Kosovë dhe në Shqipëri mjaftueshëm për Krejt bashkëpunëtorët e Serbisë kanë bo këtë edhe atje. Krejt ta janë bashkëpunëtorët e Serbisë, edhe nga una shqiptare, edhe nga una atyne. Krejt gjykata është e manipulune me shpionat Kosovës, me shpiona shqiptar, edhe me shqipfolsa ma shkurti e bashkëpunëtorët të udbës e të Serbisë. ta pret që kanë me u liru i shkretë? Na gjithë presëm edhe gjithë kemë gjosa që do të liruar. Se e dim që janë gjithë pafajshëm.